Nuk kam ati o gjoje. Qunim kanë e katë, ja ku e kam të mrena. Në zonën e Ishkënetës në Durrës, aty ku qerat janë më të lira, por rreziku më i madh, jeton edhe Kristina Kazanxhi, një 78 vjeçare nga Durrësi. E humbi shtëpinë e saj vite më parë dhe prej dekadash kujdeset e vetme për të birin, Arturin 53 vjeç, i cili është i pamundur të lëviz pa karrocë me rrota. Në një dhomë të vetme me qera, ata u përballën frikshëm me përmbytjet e fundit. Unë uti deri këtu. Unë këtu paguaj 7.000 lekë me qera këtu. Edhe unë deri këtu, çuni u rrëdzu, është i paralizum ka. Në Nebir u evakuuan dhe qëndruan në spital gjatë ditëve të emergjencës. Vetëm mbrëmjen e kaluar u kthyen në banesë. Fqinjët së bashku me zjarfiksit e Durrësit nxorrën ujin dhe rregulluan sadopak dhomën e vetme ku ata jetojnë. Dhe ajo është plot mirënjohje për ta. E kishin pasu, kom shit, gjithë të kishin pasu ujti i gjojnë, ja, kom shit këtu, bo fshina, e kom shit. Një sakrificë e heshtur nëne, që lufton e vetme për djalin e pamundur, duke u përballur edhe me mungesë mbështetjeje nga mjekët e familjes dhe strukturat e tjera për pagesën e paaftësisë dhe kujdestarisë. Po të ketë lekët e veta, marri atë invaliditetin, ndryshon puna. Të shije kam në spitali, nuk e di që të bëjnë ne. Sot në moshën 78 vjeçare, frika e saj më e madhe është se mos largohet nga kjo jetë, pa ditur se kush do të kujdeset për të birin. S'kam pa një lumturi. S'kam pa më lumturi. Vetëm kur kam linë të gjebonat çuna dhe kjo ishte lumturia ime. Ta shofi e 82 hapa, edhe nuk du ma me rojt ma delët. Opa. E lodhur nga jeta dhe të papriturat e saj, si përmbytjet e fundit, e moshuara vazhdon çdo ditë betejën e vet. Ende lan me dorë rrobat, i gatuan, e ledhaton dhe i qetëson të birin. Zemra e saj rreh vetëm për të, ndonse edhe vet ka nevojë për kujdes dhe vëmendje.